Përshëndetje të nderuar miq. Po e bëjmë dërgesën e parë dhe atë në Tetov, në Maqedoni. Pra, libri kushton 15 euro, ndërka që dhurati keni më 5-6 libra, mbaret prej dëshirës dhe mundësisë son. Pra, për herë të parë i shkon një mike nga Tetova. Pra, gjithashtu do ta keni edhe në shkrimin edhe të gjitha që duhet, ju mbetet kujtim nga unë. Kush dëshiron mund të porosisni në një libër dhe të tjerat i keni dhurat nga unë, pra, Iqbalja. Kjo është një libër shumë i bukur, femra, vlerësimi i trëndafilave, surja Yasin në gjuhën arabe dhe në gjuhën shqipe, mësimi i parë islamit, vlera për ndryshe ka në mbrendi lutjet gjatë muajit Ramazan. Për çdo ditë e keni lutjen pas syfyrit, lutja ditës së parë, nata e parë, dita e dytë lutja, pra i keni të gjitha. Dhe këtu nata e dytë lutja, që ka falen, për shembull këtu thot, falen 4 rekat namaz, në çdo rekat lexohet El Fatiha dhe 20 herë surja Kadr, ose 5 herë surja, do më thënë në çdo rekat nga 5 herë surja Kadr. Pra, këtë revistë e keni gratis, për ndryshe komplet kjo dërgesë është 20 euro. U nisën për Tetov, porosit vazhdojnë. Për ndryshe, revista Vlera gjithmonë ka gjëra atraktive, pasi për në afrohet Ramazani, janë veprat dhe lutjet e veçanta gjatë Ramazanit, por gjithashtu në revistën Vlera e kemi edhe një poster, i cili poster përmban emrat e Allahut. Për shembull, ta marrim El Kudus, ai që e reciton 100 herë çdo ditë këtë emër, pra El Kudus, ai do të jetë i lirë nga ankthi. Për shembull, tjetrën e kemi El Wahhab, për ndryshe është dhuruesi, na kemi nevojë për dëshira. Ai që e reciton këtë emër 100 herë, pas 2 rekat namaz, do t'i përmbushen të gjitha nevojat. Prandaj miq të nderuar, mos pritoni, porosisni librin tim, ndërka që revistat do t'i keni me gjithë posteret të ndryshme, udhëzime për muajin Ramazan, do t'i keni gratis. Ju përshëndes, dërgesa e parë, po na shkon për Tetov. E gëzofsh e nderuara mike, librin dhe të tjerat.